kemi disa fjalime të atyre që kanë ardhur nga diaspora. Daj fjallën ja jap Arbër Leshit, një aktivisti që është kthyer nga Austria vetëm për këtë protestë. Bashkëanëtar që e keni mbushur këtë shesh, ashtu si që keni mbushur këtë shesh, e keni mbushur diasporën të shqiptarë kudo në përbot me shpresë. Nga Londra në New York, nga Vienna në Toronto, nga Roma në Washington, sheshet e botës janë mbushur me shqiptarë që protestojnë bashkë me ju, në solidaritet me ju. Qeveria më e korruptuar që shqiptarët kanë parë dhe kanë provuar ndonjëherë, sot pretendon se ka 800.000 njerëz që kanë votuar e përrjedhoi mazhorancë. Por ju kujtojmë se shqiptarët janë mbi 4 milion dhe në 30 vitet e fundit 1,5 milion shqiptarë janë larguar nga vendi për shkak se këtu jemi në një ambient social, ekonomik të pabanueshëm për një vend evropian. Protesta juaj e cila nisi për shkak të dhunës shtetërore mbi njerëz autokton në toka